Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok për të ndalur tashmë tek zhvillimet më të fundit. Do ndalemi tek Kosova dhe Serbia fillimisht, ku kreu i lëvizjes vetvendosi Albin Kurti si mandatari i parë pasi partia e tij doli pra forcë e parë në zgjedhjet e 9 shkurtit, e paralajmëroi dështimin e formimit të qeverisë që në nisje të seancës parlamentare, kur edhe mori fjalën teksa tha se asnjë parti nuk kishte pranuar një marrëveshje për të bashkëqeverisur. Ndërkaq do ndalemi edhe tek masa ndëshkuese të Bashkimit Evropian kundër Kosovës, të cilat janë bërë tashmë pra një sinonim i një dënimi të zgjatur sipas disave pa arsye. Ndryshe nga koha kur janë vendosur, komuniteti serb ka marrë gjithashtu pjesë në zgjedhjet e si vjetme parlamentare dhe lokale në Kosovë, duke ndryshuar edhe kështu ndjeshëm kushtet që dikur i kanë justifikuar. Në pjesën e dytë do ndalemi tek presidenti amerikan Donald Trump, ku ka thënë se nuk do të humbas kohë që ta takojë presidentin e Rusisë Vladimir Putin nëse lideri i Kremlinit nuk është gati të bëjë marrëveshje për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Dhe do ndalemi edhe më pas tek presidenti rus Vladimir Putin, ku ka thënë se Rusia ka testuar me sukses disa raketa. Ndjekemi insertin më pas rikthehemi. Kreu lëvizjet vetëvendosje në Kosovë Albin Kurti si mandatari i parë pasi partia e tij doli forcë e parë në zgjedhjet e 9 shkurtit, paralajmëroi dështimin e formimit të qeverisë që në nisje të seancës parlamentare, kur mori fjalën teksa tha se asnjë parti nuk kishte pranuar një marrëveshje për të bashkëpunuar. Kushtetuta e Kosovës përcakton që nëse përbërja e propozuar e qeverisë së re nuk merr shumicën e nevojshme të deputetëve, presidenti i Kosovës duhet të emëroj një mandatar të dytë për kryeministër brenda 10 ditësh, i cili ka gjasat më të mira për të formuar qeverinë. Forca e dytë e dal nga zgjedhjet e 9 shkurtit është PDK-ja me Mli Krasniqit, por ky i fundit në një prononcim për mediat pas mbylljes së seancës, lat kuptohet se nuk do të marrë mandatarin e ri për të formuar qeverinë e re, pasi as ai nuk e ka shumicën dhe se duhet të shkojnë në zgjedhjet parakohshme. Në këto kushte zgjidhja e vetme duket se janë pikërisht këto të fundit, zgjedhjet e reja në Kosovë. Mirë, kemi tekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera kam kënaqësinë të kem të ftuar avokatin Ardian Bajraktari. Avokat, ju përshëndes. Përshëndetje edhe për juve dhe shikuesve të televizionit tuaj. Avokat, do doja tani sja fillimisht me insertin që ndojshëm së bashku, pra dështimi për formimin e qeverisë Kurti 3 është një goditje po i shuaj institucionale, por politikisht mund të ketë edhe efekt të dyfisht. Pra nga njëra anë paraqet Albin Kurtin si një lider që nuk arrin të ndërtojë shumicën, dhe nga ana tjetër ai mund ta përdorë ndryshe edhe këtë situatë pra për të viktimizuar si njeriu që se lan të qeverisin si simbol i një politike pra që përplaset me establishmentin. Pyetja është se apo e dëmton tashmë realisht Kurtin kjo krizë, apo nga ana tjetër po e forcon më shumë si një figurë që sfidon sistemin? Tani se si do të rrjedhin situatat varet të shihet, por çka është e rëndësishme me u thënë, në ditën e diel u shpërfaqe ajo që e kemi thënë që ne kryet herës, se kriza para së gjithash dhe në radhë të parë është çështje politike dhe është mungesë e numrave, le të thosha të tyja taboreve, edhe të subjektit politik fitues relativ të zgjedhjeve në rastin konkret lëvizjet vetëvendosje, mirë po edhe të spektrit tjetër dhe a priori përjashtimin nga kalkulimet i listës sërbe ka rezultu me faktin që asnjëra përkatësisht as tjetrit apo aktualisht nuk i kanë numrat e mjaftueshëm dhe të nevojshëm për të ecur tutje. Natyrisht kjo në bindjen time është mungesë e vullnetit politik për ta jetësuar atë të zgjedhjeve të 9 shkurtit, mirë po që për fat të keq u dashën kaq muj me ardhur deri te ajo e shpërfaqja e së vërtetës asaj që e kemi thënë pra që në kryet herës. Se si do të rrjedhin, a do të mund kjo të kapitalizohet pastaj nga njëri përkatësisht tabori tjetër, varet prej zgjedhjeve të cilat sipas ecurisë dhe dinamikës do të mund të mbaheshin brenda aktiviti ose fillimit të vitit të ardhshëm. Por çka është rëndësishme me u konstatuar është fakti që pasojat kanë qenë dhe vazhdojnë me qenë jashtëzakonisht të mëdha edhe për politikën, mirë po duke qenë se jemi afërsisht ka fundi i vitit, s'ka mungesë miratimit të buxhetit të vitit të ardhshëm, natyrisht që është një sfidë jashtëzakonisht e madhe dhe rrethon rënduese për komplet nivelin institucional. Çdo faktin këtu që s'ka ndonjë indikacion që rezultati mund të jetë esencialisht ndryshe nga ai që ishte në zgjedhjet paraprake, e që e bën të nevojshëm, e që e bën të domosdoshëm dhe të pashmangshëm nevojën për diskutime konsensuese dhe kompromise në mes të spektrit politik përkatësisht përfaqësuesve të subjekteve politike. Qartë.
Avokat, nga ana tjetër ka zëra që thonë se Albin Kurti e ka parë të pamundur krijimin e një koalicioni dhe ka zgjedhur nga ana tjetër pra vetë rrugën e zgjedhjeve për të forcuar kështu dhe legitimitetin e tij. Por pyetja lind nëse a është ky dështim i llogaritur dhe apo kërkon Albin Kurti një mandat të pastër për të treguar se populli është më i fortë se vetë pazaret parlamentare. Natyrisht në bindjen time kjo është parë që në le të thosha ditën e parë ose në ditën e zgjedhjeve të 9 shkurtit ku zoti Kurti me një diskurs të papam ndonjëherë në skenën politike së ku vendore i qaset përfaqësuesve të subjekteve të tjera politike, as më tepër kur një gjë të tillë bën pas përfundimit të procesit zgjedhor, dhe në bindjen time kjo në mas konsiderueshme është dështimi komplet të skenës politike për ta menaxhuar, për ta administruar rezultatin e zgjedhjeve, filluar natyrisht nga subjekti politik fitues relativ i zgjedhjeve, i cili ka dështuar në bindjen time të krijojë një shumicë të nevojshme për të hequr tutje, mirë po natyrisht edhe subjektet tjera politike të cilat njihen si opozitare deri tash nuk kanë arritur që të bashkohen ndërmjet veti, ta tejkalojnë me veten në mënyrë që të ofrojnë një alternativë tjetër qeverisje. Prandaj dështimi është në të dy anët dhe ky dështim varet se si do të rezultojë në zgjedhjet e ardhshme. E qartë, avokat, zgjatja e kësaj krize ndodh në një moment kur Bashkimi Evropian dhe nga ana tjetër dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë pritur bashkëpunim maksimal pra nga Prishtina, sepse një Kosovë pa qeveri funksionale do pson kështu edhe zërin e saj pra në arenën ndërkombëtare. Pyetja është nëse a rrezikon Kosova të humbas mbështetjen e partnerëve strategjik për shkak të këtij ngërsi të brendshëm politik, dhe të mos harrojmë këtu dhe vendimin e SBA-s për të bllokuar dialogun strategjik. Natyrisht, tashmë Kosova nuk është në pozicionin më të mirë në raport me arenën ndërkombëtare, me thekës veçantë me miq dhe partnerët si me Brukselin ashtu edhe me Washingtonin. Dhe kjo situatë pa institucione funksionale, natyrisht se vetëm saj rëndon mas konsiderueshme pozicionin e Kosovës. Le të mos harrojmë faktin që tashmë para pak ditësh një pjesë bukur e madhe e fondeve nga ana e Bashkimit Evropian u alokuan për pjesën ndërmuese të vendeve të rajonit, në cilën natyrisht nuk përfshihet Kosova, dhe kërkesa e vetme dhe mbase eksplicite ishte që të themelohen sa më parë institucionet. Duke qenë se ndodhemi në këtë situatë, kjo natyrisht që vetëm sa e rëndon pozicionin absolutisht të pafavorshëm aktualisht të Kosovës në raport me miqët dhe partnerët tanë si me Washingtonin edhe me Brukselin. Prandaj natyrisht që duhet të reflektojmë sa më parë në drejtim të rishikimit të qasjes së qeverisë së re, dhe kjo është përkeqëardhje për faktin se tashmë nuk kemi diskutim ose diskurs në aspektin politik në raport me këtë qasje, mirë po fokusi kryesor është se si do të sigurohen numrat se në zgjedhjet e ardhshme ndonjë subjekt ose subjekt tjetër mund të marrë ndonjë përqindje më të madhe ose në numër më të madh të deputetëve. Fokusi në çështjen numrash në bindjen time është absolutisht përkeqëardhje në skenën komplet në skenën politike të vendit. Avokat, nëse ky proces pra nuk zhvillohet në kohë, kush do ta përfaqësojë Kosovën ndërkombëtarisht nëse mandati i qeverisë mbetet pezull dhe rrezikon vendi të ngelet në një zonë gri të kushtetueses ku asnjë institucion nuk e ka autoritetin e plot për të marrë vendime? Aktualisht jemi në fazën ku vjen në shprehje ajo që njihet diskrecioni i institucionit të kreut të shtetit, përkatësisht presidentit të vendit, e cila ka afat prej 10 ditësh nga momenti i dështimit të subjektit të parë të dalë në zgjedhje për ta formuar qeverinë. Diskrecioni i saj nënkupton angazhimin e saj proaktiv në drejtim të sigurimit, përkatësisht në drejtim të asaj që a ka ndonjë subjekt ose person brenda spektrit politik që do të mund ta binte presidentin që ka arrit me siguru një shumicë së paku prej 61 deputetësh në mënyrë që njëjta mi dhën mandatarin, i cili pastaj natyrisht ka afat prej 15 ditësh me themelu qeverinë e re. Natyrisht në kuadër të kësaj nuk përjashtohet as mundësia e rimandatimit të dikë nga subjekti politik fitues përveç zotit Kurti, natyrisht sepse kjo është e pamundur, por edhe subjektet e tjera, me sa kemi pa në kuadër të diskursit
publik, një gjë e tillë nuk vlerësohet e përshtatshme për momentin, për faktin se siç e tham, subjektet politike e kanë deklaruar edhe publikisht dhe do t'ja konfirmojnë këtë institucionit të presidentës, në mënyrë që pastaj e natyrisht në konsultim edhe me subjekte të tjera politike, para së gjitha është dhënë radhë të parë edhe me mekanizmin i cili është i mandatuar me kushtetutë dhe ligj për me organizuar zgjedhjet me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, të diskutojë çështjen e mbajtjes përkatësisht shpalljes së zgjedhjeve të reja. Duhet me pas parasysh faktin që ky institucion tashmë është në proces të organizimit të raundit të dytë të zgjedhjeve përkatësisht ballotazhit dhe brenda një periudhe kaq të shkurtë natyrisht që është bukur sfiduese organizimi i zgjedhjeve, prandaj gjitha këto e rëndojnë mos konsiderueshme shto faktin thusi që përmenda edhe mungesën e miratimit të buxhetit, sepse në instancën e fundit për organizimin e zgjedhjeve të paplanifikuara siç rezulton të jenë këto që do të mbahen në javët në vazhdim, natyrisht që duhen buxhet shtesë e gjitha këto besoj që spektri politik duhet mi pas parasysh, prandaj është mirë që me shiku mundësinë që në rrethana përjashtuese, në rrethana të jashtëzakonshme të shikohet mundësia e miratimit paraprak të buxhetit, por për këtë duhet me pas në radhë të parë vullnet të spektrit politik, e cili natyrisht në kuadër të diskursit nuk është që po shihet diçka e tillë në horizont. E qartë, nga ana tjetër Albin Kurti predikon një qeverisje pra pa marrëveshje politike, duke ju drejtuar vetëm legitimitetit popullor. Pyetja lind nëse a mund të funksionojë vërtet kjo filozofi avokat, pra një parti, një qeveri në një sistem që është ndërtuar nga ana tjetër mbi bashkëpunimin, apo është kjo e vetmja recetë pra për krizat të përsëritura që po ndodhin tashmë në Kosovë? Koncepti ynë që nga kushtetuta dhe instrumentet e tjera që rregullojnë këtë funksionimin institucional, në thelbe kanë konsensusin, kompromisin dhe marrëveshjet politike. Me shumë gjas, vitit 2021, kur lëvizja vendvendosje arriti të marrë shumicën e nevojshme që vetë përkatësisht me një koalicion para zgjedhjeve dhe me përfaqësuesit e komuniteteve arriti me kriju një shumicë në kuvend. Me shumë gjas kjo mund të rezultojë si një rrethon përjashtuese, për çka natyrisht që bën të domosdoshëm çështjen e bashkëpunimit, çështjen e kompromisit, dhe marrëveshjeve politike të cilat në thelb është ndërtuar dhe funksionon vendi ynë. Prandaj le të shpresojmë që kjo rrethon nga shkurti i këtij viti deri tash le të shërbej si një sinjal për reflektim edhe të zotit Kurti, por edhe të subjekteve politike se ky është sistemi ynë dhe se 2021 ka vështirë që mund të rezultojë e përsëritur. E qartë, avokat, nëse vendi shkon në zgjedhjet e reja, mund të kemi edhe një konfigurim të ri politik, pra forcat opozitare duket që kanë filluar të afrohen në heshtje me qëllimin e përbashkët, pra për të ndaluar Albin Kurtin. Pyetja është nëse mund të linë një koalicion pra anti-Kurti që bashkon sigurisht partitë tradicionale rreth idesë së stabilitetit, por edhe kundër modelit të tij përjashtues, dhe nga ana tjetër, nëse kjo do ndodhte, do të pranojë shoqëria kosovare rikthimin e të vjetrës vetëm për t'u larguar nga Albin Kurti. Mbetet të shihet si do të shkojnë rrethonat në vazhdim. Pavarësisht faktit që në diskurs publik nuk është që ka indikacione së paku për ndonjë marrëveshje le të themi koalicioni para zgjedhor, mirë po natyrisht fakti që nuk pati le të thosha vullnet dhe gatishmëri edhe në ndërmjet veçmas subjektit të dytë dhe të tretë për të bashkëpunuar, në bindjen time nuk është që janë pa përgjegjësi edhe ata në raport me situatën e krijuar, por natyrisht përgjegjësia para se gjithë është dhënë radhë të parë ta kanë subjektet politik fitues, qoftë fituesit relativ të zgjedhjeve, edhe në drejtim të mos thosha menaxhimit të duhur të rezultatit zgjedhor, sepse po flasim për një shumicë relativisht solide, nuk janë nga 61 sot duhen, nuk janë 48 sa shpak, çdo faktin këtu që
një pjesë bukur e madhe, respektivisht 8 deputet të subjekteve politike, përkatësisht përfaqësues të komuniteteve jo shumicë dhe jo serbe, e kanë shprehë gatishmërinë për të qenë pjesë, përkatësisht edhe me kushtetutë e kanë parapame. Prandaj është mirë që para se gjithash kjo të adresohet kjo mungesë e le të thosha përgjegjësisë për me ecë tutje, por natyrisht subjekte politike në bindje ndime, siç e thash, me theks veçantë ato që njihen si subjekte opozitare deri para zgjedhjeve aktualisht, vlerësoj që nuk ka ndonjë indikacion që paku publikisht që mund të ketë ndonjë aleancë kështu a priori që mund të rezultoj e përbashkuar vis-a-vis zotit Kurti. E qartë, mirë, avokat, për të kaluar tek pjesa tjetër, ndjekemi një insert dhe rikthehemi. Masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian kundër Kosovës janë bërë sinonimi një dënimi të zgjatur sipas disave pa arsye, ndryshe nga koha kur janë vendosur komuniteti serb ka marrë pjesë në zgjedhjet e sivjetme parlamentare dhe lokale në Kosovë, duke ndryshuar ndjeshëm kushtet që dikur i kanë justifikuar. Besojmë që tani nuk ka asnjë kush që arsyeton masat kundër Kosovës në mbajtjen e zgjedhjeve. Serbët kanë përfaqësues të tyre politik në nivel lokal dhe qendror. Kjo në një farë forme shënon rikthimin e jetës politike normale të komunitetit serb në Kosovë. Ky grup është një nga 12 organizata dhe shoqëri civile që kërkuan javën e kaluar BE-s heqjen e masave ndaj Kosovës, duke argumentuar se rrethanat fillestare nuk vlen më shumë se masat të cilat po dëmtojnë procesin e integrimit evropian, ku bëhet fjalë për grupin për studime juridike dhe politike. Por më tej Radio Europa e Lirë pyet në BE nëse është duke u diskutuar heqja e tyre, por nuk mori përgjigje. Media cituan vetëm konfirmimin e një zëdhënëse së BE-s ku ka pranuar letrën nga shoqëria civile në Kosovë. Këto masa që përfshin ngrirjen e një pjese të fondeve të BE-s dhe pezullimin e takimeve të nivelit të lartë me zyrtar kosovar u vendosën në mesin e vitit 2023 pas përshkallëzimit të tensioneve në veriun e vendit të banuar me shumicë serbe për disa veprime të qeverisë, të cilat BE-ja i përshkroi si pakoordinuar dhe në dëm të komunitetit serb. Mirë, avokata, ka ndonjë arsye reale tashmë për t'i mbajtur ende këto masa apo Bashkimi Evropian nga ana tjetër po mban në fushi një dënim që s'ka më asnjë bazë ligjore, sepse kur vendosën këto sanksione në vitin 2023 arsyeja ishte i qartë. Pra, tensionet në veri dhe veprimet e pakoordinuara të qeverisë të Albin Kurtit. Sot situata disi ka ndryshuar sepse serbët kanë marrë pjesë në zgjedhje, kanë përfaqësues në institucione, por edhe veriu është më i qetë se më parë. Natyrisht masat e kemi thënë që në krye thirrjes se kanë qenë dhe vazhdojnë me qenë të padrejta në raport me Kosovën. Mirë po, sigurisht që edhe një qasje jo mjaftueshëm korrekte mbi të gjitha mungesa e koordinimit dhe njoftimit paraprak me aleatet, me partnerët tanë ka rezultuar me vendosjen e këtyre masave. Dhe kjo besoj që duhet me qenë një sinjal jashtëzakonisht i rëndësishëm për qeverinë e ardhshme kurdo dhe me kushdo që e bën atë, që me theks veçantë qasjen me partnerët ndërkombëtar duhet me pas parasysh, sepse në instancën e fundit jemi në një pozicion në të cilin natyrisht që edhe fushën e sigurisë me theks veçantë e kemi jashtëzakonisht të ndërlidhur dhe të ndërvarur me partnerët, me theks veçantë fushën e sigurisë në pjesën veriore. Prandaj duke qenë se rrethanat në terren kanë ndryshuar esencialisht, natyrisht vazhdimi i qëndrimit të masave është jashtëzakonisht i dëmshëm, përveç se natyrisht i paqëndrueshëm. Mirë po, në zonë të fundit këto janë edhe çështje të byrokracisë së tepruam, do thosha në kuadër të mekanizmave të brenda Bashkimit Evropian, ku vendosja e masave, vendosja e sanksioneve mund të rezultojë më lehtë, ndërsa heqja e tyre natyrisht që ndonjëherë është më tepër sfiduese dhe mund të marrë kohë. Mirë po, unë besoj dhe shpresoj që me një qasje shumë më proaktive në këtë raport të një qeverie të re kushdo dhe kurdo që do të bëhet, unë jam optimist që ato do të heqen për faktin se, siç e tham, vazhdimi i qëndrimit të tyre nuk është i qëndrueshëm, nuk është i bazuar për faktin se rrethanat në terren kanë ndryshuar. Tashmë kemi pjesëmarrje aktive të subjekteve politike dhe të qytetarëve serbë në zgjedhjet komunale. Besoj kështu do të jetë edhe në zgjedhjet e ardhshme kurdo që mbahen. Mirë po, natyrisht që duhet të jemi pak a shumë të vëmendshëm dhe të kujdesshëm edhe në nivelin qendror, në mënyrë që të mos vim në situata që të ketë ndonjë rrethan çfarë të qoftë ajo për me justifikuar vazhdimin e qëndrimit të këtyre masave nga ana e Bashkimit Evropian.
Avokat, a tregojnë këto masa të cilat janë ende në fushi pra se Bashkimi Evropian po e trajton Kosovën me standarde të dyfishta kur pra një vend kandidat që ka respektuar procesin demokratik ndëshkohet dhe nga ana tjetër vendet që shkelin hapur të drejtat e njerëzit marrin edhe fonde pa pengesë në fundit, ku bëhet fjalë këtu për Serbinë. Natyrisht, kjo qasje, si që thamë, është absolutisht e pa pranueshme dhe jo në rregull nga ana e Bashkimit Evropian, I cili, si që kemi thënë në base në diskutime edhe me juve, por dhe jo vetëm, në jo pak raste ka lujtat që njihet Shkopi dhe Karrota, dhe në këtë drejtim një përkthjellje në bindjen time ndonjëherë edhe jo reale dhe jo e qëndrueshme në raport me Serbinë dhe Beogradin zyrtar, ka qëndru dhe vazhdon me shoqëru qasjen e Bashkimit Evropian, pikërisht për faktin që këtë të fundit Serbinë mos me kushtimisht me thonë me josh sa më tepër në raport me Brukselin në mënyrë që me shmon nga ndikimi ros, mirë po kjo besoj që neve nuk mund të jemi mjaftueshëm të vëmendshëm dhe të me ndiku në këtë proces, mirë po ajo që ka në fakt duhet të bëjë një politike përgjithshme dhe largpomëse në Prishtinë, është që qasjen në raport me veriun me thekë veçantë, ta ketë në koordinim me faktorin ndërkombëtar me Washingtonin dhe me Brukselin, sepse në instancë së fundit, siç e tham, është e rëndësishme me pas një bashkëpunim më të mirë, e cili natyrisht në këto vitet e fundit nuk është se ka qenë në nivelin e duhur. E qartë, ndërkaq shpërndallimi I fondeve dhe I takimeve të nivelit të lartë prek jo vetëm administratën, por ekonomi, bizneset edhe studentët, a nuk po dëmtohen avokat qytetarët e zakonshëm të Kosovës, ndërsa Brukseli nga ana tjetër pretendon se po ndëshkon qeverinë? Natyrisht pasojat janë të mëdha, pasojat mbi të gjitha janë edhe në ekonomi, edhe në fushat e tjera, për faktin se, si që tham, janë dikun 80 milion euro që do të duhej alokuar në mënyrë të drejt për drejt një pjesë grande, një pjesë kredi të favorshme për institucionet tona, e që natyrisht kjo në instancë e fundit e godet komplet Kosovën. Prandaj kjo para së gjitha është dhe në radhë të parë do të me qenë brengose për skene politike të vendit, në mënyrë që me reflektu një qasje ndryshe në raport me Bashkimin Evropian, mirë po natyrisht edhe Bashkimi Evropian, duke qenë se në vazhdimsi ka qenë kontribues I madh I rezultatet I arritjeve në Kosovë, prandaj vlerësoj që me një komunikim, me një koordinim më të mirë, do pasoja do të mund të evitohen në të ardhmen e afërt, po shpresoj. Ndërkaq nga ana tjetër disa thonë se Albin Kurti avokat po e përdor këtë dënim europian si kartë politike pra për të paraqitur udhëheqësi që nuk I nënshtrohet Brukselit. A është kjo një pjesë e strategjisë së Albin Kurtit për të forcuar nga njëra anë imazhin e të pavarurit apo thjesht është një lojë e rrezikshme tashmë që ka prekur gjithë Kosovën? Shiko, liderët shtetëror, udhëheqësit e vendit, para së gjitha është dhe në radhë të parë, duhet të bëjnë atë që I duhet vendit, I duhet popullit, jo atë që ka në fakt I pëlqen popullit, sepse në instancë e fundit ata duhet me pas një politik, një qasje më vizionare, më largpomëse në raport me thekë veçantë me partnerët siç është rasti me Kosovën. Prandaj një qasje e tillë është e gabuar se vërtet është e tillë, e ndonjëherë duke qenë se diskursi le hapësirë për me kuptuar që pikërisht kjo është qasje. Prandaj vlerësoj që sa më parë që të kuptohet një qasje e tillë është mirë që të shmanget, në mënyrë që liderët të vendit të bëjnë jo vetëm çka I pëlqen popullit, mirë po çka në fakt edhe I duhet popullit, e në këtë drejtim koordinimi me aleatët, me partnerët tanë strategjik, me ata që e kanë mbështetur Kosovën edhe në çlirim, edhe në pavarësim, edhe në shtetëndërtim, është esenciale dhe shumë I rëndësishëm për të ecur tutje përpara si shtet dhe shoqëri. Në fakt, avokat, në çdo takim mesazhi I Bashkimit Evropian ka qenë I qartë pra zbusni tensionet, zbusni tonet, ulni tensionet dhe bashkëpunoni me Serbinë. A mos ndoshta këto masa janë një mesazh I qartë për Kosovën se duhet t'i nënshtrohet tashmë dialogut? Vendi ynë duhet me pas parasysh faktin që
ka marrë detyrime ndërkombëtare, ka marrë zotime ndërkombëtare, të cilat natyrisht herët ose vonë duhet me i jetësu. E në këtë drejtim, dialogu, fqinësia mirë është parakusht për të ecur tutje në raport me hapat drejt integrimit në strukturat euroatlantike, të cilat natyrisht që është dhe duhet me qenë synim i yni si shtet. Prandaj vlerësoj që një qasje e tillë e Bashkimit Evropian nuk është vetëm me Kosovën, mirë po identifikimi, përkatësisht shmangja e tensioneve është njëri prej elementeve kyçe për të ecur tutje, qoftë për Prishtinën, qoftë për Beogradin, dhe sa më parë që të kuptohet me thekë veçan nga fqinjë ynë verior një qasje e tillë, vlerësoj që do të jetë në të mirën e të dyja vendeve, por edhe të rajonit, sepse një qasje e tillë duhet me ndodhë herët ose vonë. E qartë. Mirë, avokat, pyetja e fundit për ta mbyllur, ndërkaq, ashtu si dëgjuam në një inser, shoqëria civile i ka dërguar letrën e saj pra Bashkimit Evropian, por nga ana tjetër kemi një përgjigje e cila mungon, ndërkohë Kosova mbetet në përjetje sigurisht pra me fondet e ngrirura dhe takimet e pezulluara. A do ta lejojë Bashkimi Evropian pra që kjo ngrirje të zgjas përfundimisht, apo po pret nga ana tjetër ndonjë sinjal politik për të hequr këto masa? Me sa kemi pa para ca kohësh, njëra prej kërkesave mbasi ata e vetme ka qenë që të themelohen sa më parë institucionet në mënyrë që të zhbllokohen këto fonde. Prandaj unë besoj që një qasje e tillë do të vazhdoj dhe pres që fillimisht themelohen institucionet, qoftë para zgjedhjeve, po rezulton që të jetë vështirë e arritshme, mirë po besoj që në pjesën e parë të vitit të ardhshëm do të mund të kemi zhbllokim nën supozimin që të kemi reflektim nga skena politike vendore në drejtim të themelimit të institucioneve të reja sa më parë që të jetë në mundur. E qartë. Mirë, avokat, kemi arritur në fund, ju falenderoj për informacionet, kënaqësi. Merci për Faleminderit. Mirë, ishim me avokatin Ardian Bayraktari, ku ndalëm tek masat e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës dhe ndalëm edhe tek mosformimi i qeverisë nga ana e Albin Kurtit. Ne do ta mbyllim këtu të pjesë së parë, më pas do të rikthehemi tek pjesa e dytë për të ndalur tek gjeopolitika. Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku do të ndalemi tek gjeopolitika, ndjekim insertin dhe rikthehemi. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se nuk do të humbas kohë që të takojë presidentin e Rusisë Vladimir Putin nëse lideri i Kremlinit nuk është gati të bëjë marrëveshje për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Duhet ta dini se do të arrijmë një marrëveshje, nuk do të humb kokot. U ka thënë Trump gazetarëve më 25 tetor se ka qenë duke udhëtuar për në Malajzi, ku e kishte turneun e tij aziatik. Kam pasur gjithmonë marrëdhënie mrekullueshme me Vladimir Putin, mirë po kjo ka qenë tepër zgënjyese. Ka menduar se kjo luftë do të përfundonte përveç të arrijë paqen në lidhjen e mesme, ka shtuar ai. Trump ka biseduar me Putin javën e kaluar dhe ka thënë se planifikonte të takojë atë në Budapest brenda disa javësh. Megjithatë, presidenti amerikan ka anuluar më vonë takimin, duke thënë se palët do të takohen më vonë. Ndërkohë, agjencia e lajmeve Reuters se ka cituar një zyrtar amerikan të ketë thënë se administrata Trump ka përgatitur sanksione shtesë kundër ekonomisë ruse, të cilat mund të zbatohen nëse Putin e refuzon marrëveshjen për paqe. Shtetet e Bashkuara i kanë tronditur tregjet e energjisë në gjithë botën me 22 tetor, kur kanë njoftuar se do të sanksionojnë kompanitë ruse të energjisë, Rosneft dhe Lukoil, të cilat besohet se përmes eksporteve të naftës e financojnë luftën e Rusisë në Ukrainë. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera kam të ftuar mikun e këtij emisioni, zotin Blerim Canaj. Zoti Canaj, ju përshëndes. Shëndetje. Kënaqësi të jeni me mua sot. Zoti Canaj, do doja ta nisja me insertin që dëgjuam së bashku ku deklarata e presidentit amerikan Donald Trump pra se nuk do të humbas kohë kot me presidentin rus Vladimir Putin, duket tashmë si një sinjal i qartë pra se marrëdhëniet mes të dy liderëve po ftohen dhe ndërkaq Trump po përpiqet edhe të shfaqet si njeriu që vendos kushte, jo si ai që i pranon ata. Pyetja është a do ta pranoj Putini këtë lloj force që po ndodh tashmë? Po t'ju them të drejtën, tani duhet të i shohim edhe interesat e të dyja palëve, për shkak se tani ka disa vite mos që në Ukrainë po zhvillohet një luftë dhe nuk e besoj që Putin do të dali ashtu falas nga ajo luftë, për shkak se megjithatë ai e shef veten si dikush duhet të dalë dhe të paraqitet pastaj si fituesi i luftës, sepse paramendon jo një situatë ku Putin e përfundon luftën mirë, po nuk përfiton asgjë nga këto betejë. Po flas për Donbasin, po flas për Krimin, por jo vetëm. Tashti,
Në anën tjetër ne kemi një situatë goxha interesante në këto farë ndryshime gjeopolitike, për shkak se në këtë shekull apo më mirë të them në këtë milenium, po e shohim që nuk bëhen luftrat vetëm për territore, por bëhen luftrat më shumë për avans teknologjik, për rrugë ekonomike e tjera, por jo patjetër që të ketë zgjerime në territore. Por në këtë rast Rusisë për shembull i konvenon në qoftë se zgjerohet territorialisht, duke e ditur që Ukrainën vështirë se do ta ketë aleat sikur që e ka për shembull Serbi në Ballkan, atëherë duhet patjetër që të marrë diçka nga territori i saj, në mënyrë që edhe të ketë një qasje në det, por ta tregoj sepse e ka përfunduar luftën. Në anën tjetër kemi një Donald Trump i cili natyrisht që dëshiron që të tregoj që Amerika nuk i ka humbur forcën të cilën e ka pasur edhe më herët, atë forcën vendose, apo më mirë të them gardiani jo vetëm në territore të caktuara, por në botë. Ne po e shohim ndikimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për shembull te konflikti Palestinë-Izrael. Dhe natyrisht që në këtë rast duhet, por nuk është vetëm këto çështje, natyrisht që ka prapa kësaj ka edhe interesin ekonomik, jo vetëm gjithmonë për shkak se interesi gjeopolitik ndërlidhet tani më me interesin ekonomik, por betejat për shembull bëhen edhe sikur rasti i Kinës, që e bën një farë lufte të butë, ashtu të them me diplomaci e tjera, mirë po, konflikti të cilën, po e them konflikti në thonjza, por situata në të cilën janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia, tani më natyrisht që e forcon jashtëzakonisht shumë Kinën, e cila po e shtrin edhe më tutje ndikimin e saj përmes asaj luftës së butë, bisedime, diplomaci, investime e tjera. Se a do të ketë një takim në mes të Putin dhe në mes të Donald Trump, t'ju them të drejtën, tani po duket që është goxha larg një takim i tillë, për shkak se për të arritur një takim duhet të ketë edhe një koncept se çka do të arrihet në këtë takim. Dhe në anën tjetër e kemi edhe një farforme një kërcënim nga ana e Donald Trump, për shkak se kemi parë që i ka premtuar raketa Tomahawk Zelenskit, dhe si duket në këtë rast Putini vetëm dëshiron të thotë ok, po e provojmë prapë. A do të shkojë dhe të egërsohet lufta? Mendoj që do të jenë të kujdesshëm, për shkak se nuk do të ketë pastaj kosto vetëm për territoret në të cilat bëhet luftë, por mund të zgjerohet edhe më tutje, për shkak se ka zgjerim të interesave, natyrisht. I qartë, por sa i përket territoreve, zotit Canaj, në mënyrën se si Trump e formulon pra deklaratën e tij ku thot do të arrijmë një marrëveshje ngre dyshime, pra bëhet fjalë vërtet për një zgjedhje që ruan nga njëra anë integritetin e Ukrainës, apo nga ana tjetër një ndarje territoriale që favorizon këtu vetëm presidentin rus? Dani, në qoftë se ne presim që të bëhet një marrëveshje që do të shkonte vetëm në interesin e Ukrainës, atëherë do të ishte një iluzion, për shkak se në qoftë se do të shkonte në interesin e Ukrainës, atëherë pse do të duhej Putin që ta fillonte një luftë? Do të thotë është e pa, me siguri që ai e ka një qëllim dikun dhe kompromisin në kupton. Duke pasur parasysh që kemi tendenca të ndryshimeve gjeopolitike dhe po e shohim që kemi tani edhe një ribalancim të forcave. Kur flas për ribalancim të forcave, nuk i mendoj vetëm forcën ushtarake, por e mendoj edhe forcën ekonomike në këtë rast. Natyrisht që spari do t'i shohin interesat e tyre Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të Rusisë, natyrisht duke mos e injoruar atë se ku qëndron edhe Kina në këtë rast. Për këtë arsye, edhe në emisionin tuaj shpesh herë kam përsëritur që për shtetet e vogla, natyrisht që çështja më e rëndësishme është
dija, leximi i situatave dhe veprimi konform situatave, përkatësisht dija se ku duhet dhe si duhet rreshtohemi, do thotë ku është perspektiva e këtij e vendeve tona në këtë rast. Prandaj edhe për Ukrainën, mendoj që në qoftë se Rusia është futur me tendencën për të aneksuar Krimen, tani po e shohim që Rusisi duhet të rrugë dhe dali edhe në Bregdet. Dhe mund të rrezikohen edhe disa ku i ka trupat Rusia natyrisht, disa vende ku ajo i sheh si rrugë edhe tregtare, por edhe ushtarake, për shkak se duhet të zgjeroj edhe ndikimin e saj. Do thotë nuk mundet që Rusia të pranojë që të dalë si humbse, për shkak se nuk e shef një partner afatgjatë te Ukraina, sikur që e shef për shembull te Bielorusia në këtë rast. Në qoftë se Ukraina vazhdon me synimet e saj për antarësim në NATO, apo edhe në një afat tjetër edhe në BE, atëherë natyrisht që Rusia do ta shohë si potencial të rrezikut të saj, përkatësisht ofrimi i kufive të Shteteve të Bashkuara të BE-s dhe të NATO-s, e që nënkupton aleatëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kufime të, natyrisht do të jetë kogja i papranueshëm për Rusinë dhe do ta shohë si rrezik në të ardhmen, dhe nuk e besoj që Rusia do të pranojë diçka të tillë. E qartë. Zotëzane, Trump e ka ndërtuar tashmë, e dim pra profilin e tij si negociatori më i mirë në botë, por realiteti në Ukrainë është më kompleks, pra po i shuaj më kompleks ndryshe një marrëveshje biznesi. Pyetja lind nëse a mundet që Donald Trump ta bind Vladimir Putinin pra të ndalojë luftën, por kjo pa humbur imazhin e tij si fitimtar. Shqisani, unë shpresoj që nuk do të vuaj shumë Ukraina kur të bindet Rusia, apo nuk do të humbë shumë Ukraina kur të bindet Rusia, për shkak se në qoftë se e mendojmë Donald Trump si një biznismen që din të negocioj, e dim që biznismenët nga njëherë lejojnë që të humbet diku për të fituar diku tjetër. Patjetër. Dhe po shpresoj që nuk do të jetë humbje e madhe për Ukrainën në momentin kur vihet te negociimi, për shkak se ne kemi të qartë që lufta nuk mund të vazhdojë me vite të tëra, e para dhe e dyta e kemi të qartë që Rusia nuk do të mund të aneksonte tërë Ukrainën. Por njëkohësisht e kemi edhe të qartë që ne nuk mund të kthehemi në mesin e shekullit 20, kur janë ndarë zonat e interesit në mes të dy superfuqive, sepse deri më tani ne folëm për 3 forca. Në fakt mund të jenë, në qoftë se e marrim edhe Bashkimin Evropian si forcë, por edhe Indin, atëherë po na dalin 5 forca. Do të thotë kemi ndryshuar dhe nuk mund të bëjmë një krahasim me vitet me fundin e shekullit 20. Tashti në qoftë se mendojmë në luftra të gjata, ne dim që në Evropë ka pasur dhe luftra të cilat kanë zgjatur 30 vite derisa ka ardhur ajo marrëveshje apo paqja e Vestfalis, por a mund të krahasohet diçka e tillë me sot, kur e dim që atë botë kanë qenë luftra religjioze, në shekullin 20 kemi pasur Bishë Jugosllavin luftra etnike, por tani kemi të bëjmë me luftra të cilat kanë qëllim ndikimin, dhe natyrisht që dikush do ta paguaj një kosto. Dhe mund të them lirshëm që me luftën në Ukrainë ndoshta Shtetet e Bashkuara të Amerikës për herë të parë po e bëjnë një luftë pa dërguar ushtarë të saj atje pos teknologjinë të cilën e ka dhe të cilën ja lejon Ukrainës që me të cilën ja lejon Ukrainës ta bëjë luftën. Pra gjithçka do të mvaret nga ajo se si do të shihet ndarja e interesave dhe si do të shihet balancimi i forcave. Do të thotë cili rol do t'i mbetet Shteteve të Bashkuara të Amerikës, cili rol do t'i mbetet Rusisë, dhe pastaj do ta shohim edhe cili rol do t'i mbetet Kinës, se të gjithë e dinë që Kina vazhdon gjithmonë që ta ketë ndikimin e saj në botë, duke pasur një ushtri të fortë, por duke mos e
reklamuar atë shumë për shkak se asaj intereson ekonomia në botë. E qartë, mirë zoti Canaj, ndjekemi të rinj stërë dhe më pas të rikthehemi. Presidenti rus Vladimir Putin tha se Rusia ka testuar me sukses raketën Burevestnik, e cila është e pajisur me motor me energji bërthamore dhe ka aftësi për mbajtjen e armëve bërthamore. Tashmë Moska po kërkon mënyra për ta përdorur atë në një kohë kur lufta e Kremlinit në Ukrainë po zvarritet. Kremlini publikoi më 26 tetor një video nga një takim mes Putinit dhe shefit të shtabit të përgjithshëm, Valeri Gerasimov, që raportohet se zhvilluar në një lokacion të grupit të përbashkët të forcave. Gerasimov tha se testi u krye 5 ditë më parë, kur raketa për të cilën Moska pretendon se nuk mund të zbulohet nga asnjë sistem mbrojtës, përshkroi 14.000 kilometra dhe qëndroi në ajër për rreth 15 orë. Raketa e quajtur Skyfall nga NATO është në zhvillim për më shumë se një dekade. Ajo është një nga disa sisteme të reja, në të cilat dizajnerët rus janë përqendruar, ndërsa Kremlini derdh fonde në zhvillimin e armëve si pjesë e një gare armatimesh që nuk është pranuar zyrtarisht, kryesisht kundër Shteteve të Bashkuara. Testet vendimtare tani janë përfunduar, tha Putin në një video, duke shtuar se i ka urdhëruar përgatitjen e infrastrukturës për të futur këtë armë në shërbim në forcat armatosura ruse. Mirë, zoti Canaj, pyetja është sa jemi tashmë përballë një kërcënimi të ri global, pra kur sipas NATO-s ky sistem është i padukshëm për radarët dhe jaftë të mbajë edhe armë bërthamore. Nëse kjo vërtetohet, Rusia mund të ketë arritur një avantazh strategjik, po i shuaj që as Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë. Kjo është një farë vazhdimësie e luftës së ftohtë. Për shkak se gjithë e dim që lufta e ftohtë ka filluar dhe ka vazhduar duke testuar raketa bërthamore, bomba atomike e tjera e tjera. Dhe kjo është një vazhdimësi e saj. Madje e kam thënë edhe më herët që lufta në Ukrainë, fillimi i luftës në Ukrainë, gjithmonë e kam kuptuar si diçka e tillë, ku ka kërcënime, ka garë, se kush e ka teknologjinë më të mirë, luftarake e tjera e tjera. Shikoni, gjithmonë ekziston diçka që ne e dim. Ajo që e shohim ne e dim. Por pyetja është gjithmonë a thua ka diçka që ne nuk dim. Do të thotë më shumë, t'ju them të drejtën, e kam si person, kam frikën nga ajo që nuk e dim, për shkak se nga ajo që e dim mund të ndërtojmë edhe të përgatitemi për masa mbrojtëse. Natyrisht që në këtë fazë Rusisi duhet që të nxjerrë diçka të tillë, për shkak se e dim që instalimi i frikës është një avantazh gjithmonë për betejat në të cilat gjendet në Rusia në këtë rast. Po natyrisht është edhe një farë mesazhi te Donald Trump, sidomos pas që t'ja bëjmë dijen dhe gjani, ju e përdorni Tomahawk raketën, por unë kam diçka për tej. Do të thotë është një farë kërcënimi edhe një farë mesazhi për Donald Trump dhe për Zelenskin vetë. E qartë. Nga ana tjetër, zoti Canaj, është ky edhe projekti ushtarak, pra apo thjesht një mjet psikologjik, po e quaj për t'i treguar edhe botës muskujt në thonjza të Vladimir Putin? Gjysane, unë më shumë e shoh si një projekt psikologjik, për shkak se unë tashti në qoftë se mendojmë që edhe Shtetet e Bashkuara edhe Rusia fillojnë që t'i hudhin të gjitha kokat bërthamore të tyre aty ku nuk kanë partner dhe aleat, atëherë si do të mbijetojnë pastaj. Për shkak se jo pa qëllim e përmenda në fillim që luftrat moderne më nuk bëhen për territore. Çka i duhet Vladimir Putinit? Një territor pa njerëz. Për shkak se aty duhet të ketë konsum në mënyrë që pastaj të vazhdohet me forcimin e saj. E shtetit, ne e dim që Vladimir Putin ka, apo Rusia ka çka të shes, por edhe shtetet partnere të Rusisë kanë çka të shesin.
Në anën tjetër, ne gjithë e dim që Kina, pa Evropën dhe pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk do t'ishte forcuar në këtë kohë kaq të shpejt, aq shumë ekonomikisht. Pra, përkundër faktit që i tregojnë në muskujt, spaku deri më tani dhe as tani nuk e besoj që do të vi deri në atë pikë që ato të përdoren me të vërtet ato faraketash, ajo teknologji ushtarake, por është një farë kërcënimi për njëri tjetrin dhe t'ju them të drejtën më shumë është në këtë rast për Zelenskin se sa për Donald Trumpin. Për shkak se Donald Trump mund të, në takimin e ardhshëm që t'i thot Zelenskit a je i sigurt që do të futesh në luftë me Tomahawk. Qartë. Mirë, do të thënë për ta mbyllur sepse tashmë jemi në fund. E marrim nëse Moska pra po e përgatit infrastrukturën për futje në shërbim të këtyre raketave. Atëherë, a mund të nënkuptonte kjo një ndryshim të plot strategjie nga mbrojtja ndaj një qasje agresive të frikësimit bërthamor? Nëse e kuptova mirë pyetjen, shiqat, ashti ne duhet presim që Moska ta përdor çdo mjet për të arritur qëllimin. Qartë. Për shkak se nuk mund të kthehet mbrapa, do të thotë në qoftë se ulet në tavolinë Moska, natyrisht që i ka kërkesat e saj. Sigur që i ka kërkesat e saj, i kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes Zelenskit. Mirë, po për të arritur te kompromisi gjithmonë përdoret edhe ajo ngritja e tensionit dhe e frikës te pala tjetër. Unë jam i sigurt që me këtë nuk dëshiron Putini t'i friksoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dëshiron që t'a friksoj Ukrainën, për të i bërë me dije që në qoftë se futemi më thellë, atëherë ja çfarë kam unë. Por njëkohësisht ja lehtëson edhe Donald Trumpit komunikimin me Zelenskin, për shkak se Donald Trump mund t'i thotë, sikur që e thash Zelenskit, unë ta kam lejuar raketën Tomahawk, por mendoje se çfarë mund të ndodhë kur ta lëshosh atë raketë, për shkak se pas ka diçka që është më e rëndë. Dhe pyetja tjetër është pse deri më sot nuk e tregoi Putini këtë raketë, po bash tani, me qenë se qenka duke u punuar që një dekadë. Do të gjithmonë pritet momenti kur i duhet edhe për dialog diplomatik. E qartë. Mirë, zoti Cana, kemi arritur në fund, ju falenderoj shumë për gjitha informacionet. Ishte kënaqësi. Faleminderit ju. Faleminderit shumë. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të këtij programi, do të bëjmë një përmbledhje të shkurtër të çfarë diskutuam ditën e sotme. U ndalëm pra te krizat politike në Prishtinë dhe te tensionet e forta mes Washingtonit dhe Moskës, pra një gjë që mbetet e pandryshueshme, balanca e brisht mes pushtetit, strategjisë dhe interesave. Pra në pjesën e parë u ndalëm te Kosova dhe masat e Bashkimit Evropian dhe në pjesën e dytë tek gjeopolitika. Bashkë mbyllim këtu për ditën e sotme, shihemi sërish ditën e shtunë.